Si e pe sot këta aksionin e prokurorisë në Prizren, si pas edhe kryeprokurorit të prokurorisë themelore Petrit Kryeziu, tha se ka deri tani fakte dhe prova që madje njëri e ka pranuar, një komisioner që kanë marrë edhe rishfet, do thot për të bërë këtë ndryshim të votave. Si e pe ti dhe çfarë tregon kjo në fakt për një proces zgjedhor në vend? Po, kjo është jashtëzakonisht shqetësuese për faktin që unë mendoj që manipulimi me vota nga cila do parti qoftë këtë rast. Partia Demokratike e Kosovës shihet se ka numër më të madh të shtimit të votave për kandidatët e tyre për deputet. Dhe nuk mendoj unë që në qoftë se shembull deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës janë shtuar vota, kjo është bërë pa bashkëpunim me parti tjera. E tha edhe kryeprokurori që komisionarët të gjitha partive jenë pajtuar që të mos bëjnë zë dhe ndodh kjo. Këtu tregon që është një komplot i organizuar i tendencës për me rrit numrin e votës deputetëve të caktuar dhe kjo mendoj që është shqetësuese dhe kushdo që është i përfshirë, qoftë me djeninë e deputetëve apo qoftë pa djeninë e tyre, unë mendoj që personat që kanë bërë vepra të tilla, për mendimin tim janë të papranueshme, e dëmtojnë rënd dhe lëndojnë procesin zgjedhor, i lëndojnë zgjedhjet demokratike të Kosovës, unë mendoj që problemi është edhe tek ligji zgjedhor, i cili mendoj që duhet të ndryshohet. Por sido që të jetë, kjo absolutisht në asnjë rast nuk e amneston drejtën e prekjes së votës së një qytetari i cili ka votuar në mënyrë ka shprehë verdiktin e tij ose vizionin e tij për kanë duhet votojë. Unë mendoj që prekjet e tilla e kanë lënduar domethënë procesin brenda vjedhjet të cilat kanë ndodhur, kjo është vjedhje, nëse kanë ndodhur me tendencë, tash mbetet janë organet e drejtësisë ato të cilat do të dallojnë verdiktin final të tyre, ne tek e fundit nuk e dimë se çfarë komploti ose çka është që thot populli, çka është zir aty. Mirpo ajo që ne e dimë që është një fakt është që numri i votave të Partisë Demokratike të deputetëve të caktuar ka tejkaluar domethënë dimensionet të manipuluarit të thjeshtë. Domethënë manipulimi është më i lartë se sa që mund të paramendohet. Dhe kjo në kurriz të deputetëve tjerë të caktuar, të cilët janë dëmtuar domethënë në këtë proces ose në këtë farlloj pune. Tash, unë nuk mendoj që do të fajsuar vetëm një parti, është këtu një zinxhir i organizuar, komisionerët të gjitha partive ishin pajtuar që në heshtje ta bëjnë këtë manipulim, kush më shumë e kush më pak pasaj, dhe të ndodh kjo. I cili është shqetësues për qytetarin e Republikës së Kosovës, për personin që jeton, për banorën rezident të Republikës së Kosovës, unë gjithmonë sa dal në opinionin e paraqitjet e mia publike, është që banori rezident është ai i cili po dëmtohet dhe po treguohet që deputetët nuk e kanë hallin e banorëve, por e kanë hallin se si ti kalkulojnë votat. Dhe shpesh ne nuk i kemi dëgjuar as në parlament pro deputetët e partive të caktuara, qoftë opozitën me pozitë, duke debatuar skajshëm për interesin qytetar. Kjo tregon që ato ka përfshirje, ka shoqëri, ka dostillak, që themi ne, ka jarani mes tyre, që qysh me siguru një ulse ose një karrike në Parlamentin e Republikës së Kosovës, duke harruar pse zgjidhen aty. Pra, për çfarë arsye janë të zgjidhur aty? Janë të zgjidhur për me ngrit çështje qytetare. Dhe në këtë rast është shqetësuese që një parti, siç është Partia Demokratike e Kosovës, një shpresë opozitare, gjendet në kësaj lloj flagrance. Kjo është për mendimin tim është skandaloze. Dhe kjo e hup edhe besimin qytetar pra ndaj partisë së caktuar. Tash rasti Hamza tha që nuk do duhet që kandidatët të cilët vërtetohet që ju është shtu vota, s'duhet ta pranojnë mandatin. Mendon që s'do duhet ta pranojnë mandatin? Është normale, është minimumi tash prapë po them se janë organet e drejtësisë ato vërtetojnë çfarë ka ndodhur. Kemi disa deklarata deputetëve që thonë që ne nuk kemi dëni. Por sido që të jetë, këtu ka një hajni klasike. Hajni klasike të votave. U arrestuan familjarët e tyre. U arrestuan familjarët e tyre, ata momentalisht janë të dyshim, ne nuk mund të, mandej është shqetësuese rasti, domethënë ka deklarata që thotë nuk ka vend në përmbajtjen e tyre, pastaj kjo është një problem tjetër për sistemin tonë të sigurisë, domethënë ku janë të arrestuarit për burgje kështu me radhë, për ndalesa ku janë vendet e caktuara specifike, domethënë kjo është shqetësuese. Por ajo që ka mu me shqetëson më shumë është që
ku po mbetet qytetari, pra. Ku po mbetet qytetari, po del po voton, po jep mendimin e tij, po jep mendimin e tij në letër, domethënë është mendimi që kanë unë dëshiroj ta votoj, është mendimi që e përkthej me një votë, të cilën mendoj që duhet me trajtu. Dhe këta deputet po harrojnë që kjo kohë ka përfundu. Mon Kosovë nuk ka as votë familjare. Vota më nuk është familjare. Secili po thuaj se ka të drejtë të votoj si çdo naj. Edhe brenda familjes, sigurisht. Edhe brenda familjes, dhe këtyne disove ju kanë nol ura, ju kanë vetë në vitin 2007, 2010 dikun atje, dhe mendojnë që edhe në vitin 2026, 2025, 2026 kështu me radhë, të vazhdojnë me kësi lojna, po harrojnë ta që është edhe koha e teknologjisë, po harrojnë që është koha e mendimit pak më ndryshe, njerëz mendojnë me një qasje krejt tjetër, dhe ti të shkosh të manipulosh vota, të manipulosh, nuk ka vepër më të rëndë se sa të manipulohet verdikti qytetar. Mirë, po unë këtu dëshiroj të shtoj diçka. Tash shigjetat janë hudhur vetëm drejt një partie. Unë mendoj që nuk është ashtu. Për arsye se nëse e matim siç po thonë këta hajna kanë 10 vota, atëherë në bazën e statistike deri më tani që mund ta nxjerrësh nga qendra numërimit dhe të rezultateve, mund të shohësh se lëvizja vetëvendosje është duke prirë numrit të deputetëve të cilët kanë dyshimin më të madh të votave. Rreth 48 deputet, 49, 48. Atë është i lëvizjes vetëvendosje është që ka ndryshimin më të madh të votave.